أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالندرويم ذا لافدرويم الله الأرسوار السلامة يدرويم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. Familjes tij, shokëve tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë edhe sot me lenin Allah subhanahu wa taala, shpjegojmë nga punët e zemrës apo veprat e zemrës, që neve jemi në dersin e 8 me radhë. Dhe dersi i 2 me radhë sa i përket sinqeritetit, për të cilën neve filluam të flasim në dersin e kaluar, dhe është një prej veprave të thellësisht të zemrës, e cila ndikon direkt tek puna e robit, sinqeriteti, sepse pas sinqeritet nuk pranohet vepra tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu jalla shanuhu në librin e tij fisnik në shumë ajete na tregon për ikhlasin apo për sinqeritetin, herë në formën e urdhrit, herë në formën e thirrjes së Allahut, herë na tregon për cilësitë e xhenetlive, herë na tregon për shpëtimin i cili është vetëm nëpërmjet sinqeritetit. Allah azza wa jalla thotë: Fad'uhu mukhlisina lahu ad-din. Në formën urdhërore thot: Fad'uhu, lutni Allahun mukhlisin, të sinqert në fenë e tij. Pra urdhron Allahu xhalla wa ala që të jemi të sinqert. Është urdhër, është folje urdhërore. Është wajib, obligative që të jemi të sinqert në lutje. Pastaj Allah azza wa jall na bën thirrje të gjithëve që ta adhurojmë ato me sinqeritet. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Nuk janë urdhëruar thot tjetët, illa përveç se për ta adhuruar Allahun mukhlisin, të sinqert me Zotin xhalla shanuhu. Allahu xhalla wa ala na tregon gjithashtu që xheneti është për ta njerëz, për njerëz të sinqert, dhe nuk është për dyftyrfshat, dhe nuk është për munafiqët, ata të cilët nuk e besojnë Allahun ashtu siç duhet. Thot Allahu xhalla wa ala: illa ibadallahi al-mukhlasin, ulaika lahum ma'lum rizqun ma'lum fawaki wa hum mukramun fi jannati na'im. Dhe xheneti është për mukhlasin, për robërit e Allahut të sinqert, të cilët kanë rrezik në xhenetet e Zotit, që veç as syni si ka pas, mendja si ka shku njeriu, janë të nderuar. Dhe thot Allahu fi jannati na'im, në xhenetet e Zotit xhallahu xhan. Pra i sinqerti do të jetë prej të xhenetlive inshallah taala, nëse është i sinqert me Zotin e tij. Gjithashtu, shpejtimi nga shejtani alayhi la'natullah është vetëm për të sinqertit. Jo të sinqertin shejtani e mashtron kollaj, e çet prej rrugës së Zotit kollaj. Ndërsa njeriu në sinqert nuk mundet me luhat, inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa, sepse kurthat e tij për besimtarin janë të dobta shumë. Allah azza wa jall thot, kur ka debatuar me shejtanin alayhi la'natullah, kur e ka larguar nga mëshira e tij, e shejtani i drejtohet Zotit, qal fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Ka thonë: o Allah, pasha krenarin tonë, pasha madhnin tonë, la ughwiyannahum ajma'in, po mi deviju krejt njerëz. Masi këta u bën shkak që unë mu largu nga rahmeti jot, ku mi deviju të gjithë njerëzit, illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Përveç robërve të tu të sinqert. Vetë e ka thonë me fjalët e tij shejtani alayhi la'natullah. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin, përveç robërve tu të sinqert, këta nuk muj me i deviju nga rruga e Zotit. Sepse këta janë të sinqert me Allahun xhalla shanuhu wa taqaddasat asma'u. Për këtë arsye në Kur'anin famlar sinqeriteti është shumë i përmendur, gjithashtu në sunetin të Resulullahut sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ka në hadith nga Umama al-Bahili, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: inna Allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisa. Allahu i lartësuar nuk pranon nga veprat asgjë vetëse që është e sinqert me Zotin xhalla shanuhu, wa bitughiya bihi wajhu, edhe ajo punë me të cilin është bërë që të arrihet kënaqësia e Zotit. Vetëm këtë e pranon Allah, jo punë tjera. Çdo punë që përzihet njëti, qëllimi jo për Allahun, Allahu xhalla shanuhu nuk e pranon atë vepër dhe e refuzon. Sepse Allah thot: inna Allaha, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allahu xhalla wa ala nuk shikon në fizionominë e juve,
dhe as në pasurinë e juaj, por shikon në zemrat e juaja, a janë të sinqerta apo nuk janë të sinqerta, wa a'malikum, edhe punët e juaja, a janë konform ashtu siç ka urdhëruar Allahu xhallahu ala apo jo. Për këtë dashur vëllezër, sinqeriteti është shumë më rëndësi. Vetë fjala la ilaha illallah është fjala më e sinqertë. Sepse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që kur të ngritemi në mëngjes dhe kur të vjen mbrëmja me e bë duan e mbrëmjes dhe të mëngjesit, çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thuni asbahna ala fitrati al-islam. Erdhë mëngjesi dhe më gjeti ala fitrati al-islam, në natyrshmërinë islame, wa ala kalimati al-ikhlas, edhe në fjalën e sinqertë, fjalën la ilaha illallah, wa ala dini nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe në fenë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana min al-mushrikin. Edhe nga populli më gjeti nga populli i mileti Ibrahimit alayhi salatu wassalam, i cili ka qenë hanifa muslima, i cili ka qenë musliman, ka anu ka e vërteta, wa ma kana min al-mushrikin, dhe nuk ka qenë prej mushrikëve, Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Dashur vëllezër, sinqeriteti është punë e vështirë. Nuk është e kollajshme. Është prej punëve më të vështira. Për këtë edhe Allahu azza wa jalla shpërblen shumë. Nuk është punë e lehtë me qenë njeriu i sinqert, sepse ajo vrehet në zemrën tonë. E zemra quhet qalb li kathrati taqallubihi. Zemra quhet qalb në gjuhën arabe, sepse qalb do të thotë rrotullohet shpesh, nuk është në një gjendje. Herë është mirë, shpirtërisht, herë s'është mirë, herë është e sinqert, herë anon ka suefatësia. Për atë dhe quhet qalb, zemër. Për këtë sinqeriteti është i vështirë dhe ne do i shohim disa pika të cilat besimtari e ka të vështirë, por në mënyrë që ti përmirëson ato dhe ta gjen tek Allahu azza wa jall sinqeritetin e plotë. Thot një prej tabiinëve të mëdhaj, një Uwais al-Qarni rahmetullahi alayhi wa radiyallahu ta'ala anhu, prej njerëzve më të mëdhaj të tabiinëve, thot idha qumta, kur të ngritesh me lut Allahun, fad'u Allah an yusliha laka qalbak wa niyyatak. Lutë Allahun që ta rregulloj zemrën tënde dhe niyetin tënd, qëllimin tënd. Falan tu'alij shay'an ashadda 'alayka minhuma. Sepse kur e ka këshilluar di ka thonë, nuk mundesh me gjetë diçka më të vështirë por me u rregullu se sa zemrën edhe niyetin. S'ka më të vështirë me u rregullu se sa zemrën me qenë e pastër edhe niyeti për kënd e bën niyet. Diçka shumë e vështirë është me u rregullu. Me gojë kallaj është me u shpjegu, por puna praktika neve na imponon. Pastaj me shikua a kem niyetin e mirë, a se kem niyetin e mirë, a kem për Allahun apo se kem për Allahun xhalla wa ala, e kështu me radhë. Për këtë edhe Uwais al-Qarni, prej tabiinëve të mëdhaj, ky nuk ka mujt më u bë sahabe për shkak se ka nejt me shiku narën e tij në Yemen. Vetëm ka që ka pengu më u bë sahabe, Uwais al-Qarni. Për këtë Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, o Omer, nëse e takon Uwais al-Qarnin, lutë Allahun më lut për ty sepse i pranohet duaja, është mustajab da'wa. Kon Omer ibn Khattab e ka lut Uwais al-Qarnin. Për këtë thot, ky kur thot, më së vështiri është me rregullu punën e zemrës, edhe niyetin, për neve është hala më e vështirë. Për neve është hala më e vështirë. Po thashtaj Yusuf ibn Asbat rahimahullah taala thot, takhlisu an-niyya min fasadiha ashaddu 'ala al-'amilin. Me ndrejtë niyetin, qëllimin, me qenë i sinqert, prej fesadit, prej prishjes së tij, është më e vështira për ata që punojnë për hir të Zotit. Çështja më e vështirë. Sepse bën përpjekje dhe ka mundësi që njeriu mos të jetë domethënë i sinqert me Zotin. Që Allahu ndoshta disa shkaqe të cilat janë të vështira, por gjithashtu e rregullojnë niyetin ton, të cilët i kanë cekur ulemaja e Islamit dashur me Zot. Më ndal tek nefsi jon. E para, nefsin ton mos më lan me anu ka e keqja. Ka niyeti i keq, më ndal në veten ton. Nefsi, shpirti jon ka hanon me mendu, me rregullu, nëse anon ka e keqja, ka qëllime të këqija, nuk ka sinqeritet në te, më nal dhe me rregullu. Me lutë Allahun që ta rregullon, sepse niyeti i keq e prish sinqeritetin për Allahun xhalla wa ala, e dërgon njeriu në lajthitje, e dërgon në humbje, ja prish punën krejt komplet. Më nal dhe me meditu veten ton, nefsi, ka anon nefsim, zemra ime ka anon.
A nuk ka sinqeriteti, a ka syfaqësia, a ka dukja para tjerëve kështu me radhë. Për këtë muslimani duhet të ketë kujdes me rregullu këtë çështje. Gjithashtu Sufjan al-Thawri rahmetullah alayhi thot: "Ma alajtu shay'an ashaddu alayya min niyyati innaha taqallub alayya." Nuk kum gjet diçka në veten time më të vështirë për ta rregulluar se sa niyeti, qëllimi. A është i sinqert për Allahun apo nuk është i sinqert? Bile bile ulemave të Islamit thot Yusuf ibn Hussein thot a'azzu shay'in fi dunya al-ikhlas. Gjëja më vlerë tek Allah azza wa jall në dynja është ikhlasi, sinqeriteti. Wa kam ajtahidu fi isqat ar-riya. Sa shumë thot bëj përpjekje unë që me largu syfaqësinë nga vetja ime. Mos më bë punë për të tjerët më thonë hajtë se filani po bën punë. Me largu syfaqësinë nga zemra ime. Fa ka'annahu yanbutu ala lawnin akhar. Sa herë që e largoj, ajo sikur se thot del me një ngjyrë tjetër. E largoj me një anë, del me një anë tjetër syfaqësia. E largoj me një anë, del me një ngjyrë tjetër, me ana tjetër. Për arsye se shejtani këtë e don prej robit. E don që me lajtit njetin e tij, qëllimin e tij. Me përshpërit në njetin e tij në mënyrë që mos ta ketë për Zotin xhallahu ala, pastaj puna s'është problem. Punën edhe nëse e vepron edhe shohin të tjerët që është punë e mirë, po në brendësi ka probleme, atëherë ajo është problematike me u pranu te Zoti xhallahu ala, sepse Allah azza wa jall nuk e pranon vetë të sinqertën. Thonë disa prej ulemave të Islamit, ithnani ana u'alijuhuma mundhu 30 sana. Dy gjana thot disa prej ulemave të Islamit, thot dy gjana thot unë që 30 vite mundohem me I rregullu, që 30 vjet. Jo një muj, 2 muj. 30 vite thot mundohem me I rregullu ato. Cilat janë? Tarku tam' fi ma bayni wa bayna an-nas wal ikhlasu al-amal lillah. Thot e para tam' lin-nas fima bayni wa bayna an-nas. Thot lakmia mes meje dhe ato që ka njerëzit. Se pas lakmia ato që ka njerëzit. 30 vjet thot e kum bo ilaç, e kum kuru këtë smundje të zemrës. Mos me pas lakmi mes meje dhe ato që ka është dorën e njerëzve. Kjo s'është lehtë. Nuk është e lehtë kjo punë. Njerëzit bashkë këtë punë pikë, bashkë këtë punë bien, në këtë pikë rëzohen. Për arsye se nuk e bën ballë që vllai vet me përparua, kë s'ka përparu hala. Ka haset, ka smir, ka zili, ka prishje të sinqeritetit. E kjo thot 30 vjet e ka me kuru këtë smundje. Që mos me pas lakmi mes meje dhe atyre që janë dorën e njerëzve. Edhe e dyta, el-ikhlasu l-amal lillah. Edhe sinqeriteti për punët e mia që I kam me Zotin xhallahu ala. Këto dy punë që 30 vjet mundona me I kuru. Që mos me pas lakmi, edhe mos me vepru punën për hir dikujt tjetër, po për Allahun azza wa jall. Prandaj ikhlas, sinqeriteti nuk është I lehtë, është I vështirë të dashur vëllezër besimtar. Për këtë muslimani duhet ta rregullojë brendësinë e tij. Kur e rregullon brendësinë e tij mes tij dhe Zotit, e jashtme e tij shumë kollaj rregullohet. Kur prishet brendësia jonë, Allahu mos e thash, mes neve dhe Zotit xhallahu ala, atëherë mes neve dhe njerëzve është e prisht. Është e prisht. Për arsye se ku njeriu është I sinqert me Allahun, ai do mos ka me qenë mirë edhe me njerëzit e tjerë dhe ka me qenë mirë me njerëz të sinqertë dhe me njerëz të mirë. Kur robi I prish raportet e tij me Zotin dhe punon për syfaqësi, atëherë do mos do I prish raportet edhe me njerëzit, për arsye se kjo e dërgon njeriu në gjëra të liga. E treta dashur vëllezër, Allah azza wa jalla na tregon në një ajet të Kuranit famlar, surën Al Imran, ajeti 14, se si disa shkaqe ja prishin sinqeritetin njeriu dhe mundohen me ja prish zemrën e tij. Thot Allahu azza wa jalla, zuyeni lasi hubbu shahawat, I zbukuru njerëzve dashuria për epshet. Dashuria hubbu shahawat për epshet. Minan nisa, e para përmend për grave. Për grave, prandaj gratë duhet me pas kujdes për arsye se është fitnja më e madhe që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për umetin e tij. Mund me ta prish sinqeritetin, mund me ta prish zemrën,
mund me ta prish punën që e ke ti, dinin tonë e kështu me radhë. Minan nisa. Pastaj thot wal banin. Dhe pastaj e vlat. I llogarit rrezikun e prishë sinqeritet dhe prishë zemrës. E para, gjinia femrore. Sepse është fitne, është sprov. Pastaj el banin, pastaj e vlat. Pastaj e vlat. Ka një hadith i cili është daif, i dopt, por që domethënia e tij është shumë e saktë, edhe pse zinxhiri i transmetimit është i dopt. Ka ardhur që thuhet që Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë në akhiru zaman njeriu do ta gjej humbjen e tij, do të devijoj për shkak të gruas së tij dhe fëmijëve të tij. Subhanallah. Hadithi është daif, por shumë sahih domethënia e tij, sepse është praktike. Për shkak se ata e fusin lakmia e tyre për pasuri, për dynjë, e fusin burrin në punë të liga që ky pastaj nuk mundet me dalë prej tyre dhe devijon. Kjo është shumë prezente tek ne. Sepse e vlat gruaja, rrethi, ja imponon burrit që filani po përparon ti kumete, se s'po del edhe ti me vepru si filani. A filani nëse ndoshta është harambash, ndoshta i bën punë jo të mira, ndoshta e ka pasurinë jo të halallit e kështu me radhë. Dhe futet në gjëra të cilat shkak janë fëmijët dhe familja e tij dhe devijon nga rruga e Zotit. Për këtë arsye Allah azza wa jalla po thotë: "Zuyira lin-nasi hubbu shahawat." Ju ka zbukuru njerëzve epsha dhe dëshira, minan nisa prej grave, wal banin dhe prej fëmijëve, që më umburr me ta, me qenë më umburr para të tjerëve. Kjo pastaj e lind mendjemallësinë. Mendjemallësia e prish sinqeritetin. Sinqeriteti kur prishet dini i Zotit. Kështu shkojnë zinxhir gjana. Pastaj Allah azza wa jalla thot: "Wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda." Pastaj thot pasuria prej arit dhe argjentit. Ari dhe argjent, më njerë mas grave dhe fëmijëve vjen pasuria prej arit dhe argjentit, që është pasuria ndryshme, mjete materiale që mundet me qenë fitne dhe sprov, që me aprish njeriu të sinqeritetin, me aprish rrugtimin e tij drejt Zotit xhalla shanuhu. Pastaj Allah azza wa jall thot: "Wal khaylil musawwama wal an'ami wal harth." Pastaj thot mjetet udhëtuese me to, të cilat kanë qenë kohën e Resulullahut ku ai të bukur. E sot janë veturat e ndryshme, mjetet e ndryshme të udhëtimit, mund me qenë fitne, mund me qenë sprov, që me aprish njeriu të sinqeritetin, me aprish dinën e tij, që muslimani duhet të pas kujdes për arsye se sot njeri nuk e shikon se ka e fiton mallin halal apo haram vetëm me arrit me ble një vetur dhe më umburr para tjerëve. Është smundje me bleni diçka që të tjerët e shikojnë me sy. Kjo është smundje zemrës, kjo e prish sinqeritetin, e prish niyetin, qëllimin, pastaj e devijon robin nga rruga e Zotit xhallahu ala. Wal an'ami wal harth, te dikush tjetër mundën me qenë fitne, sprov, al an'am bagtit, të cilat i posedon, wal harth, tokat e shumta, e kështu me radhë, të cilat njerëzit garojnë dhe vriten dhe prishin për megja, e kështu me radhë në mënyrë që me prish sinqeritetin e robit dhe me prish domethënë ata që ka në zemër dhe me deviju nga rruga e Zotit subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla thot: "Dhalika mata'ul hayatid dunya." Kto për njerëzit janë thënë mata'u hayatid dunya. Një knatësi të kësaj dynjaje tek njerëzit. E Allah azza wa jalla thot: "Më e mira për juve është tek Allahu më e devotshmi është që më ka pas fesë Zotit xhallahu ala, më pas frikën Allahut azza wa jall, me fal namazin, me dhënë zakatin, me bë punë të mira dhe me rujt niyetin, sinqeritetin për Allahun xhalla shanu, për arsye se mundet më ardh deri tek prishja e niyetit të robit." Ulema islami thonë këto që i ka cek Allahu azza wa jall në Kur'anin famlar në këtë ajet janë të rrezikshme, mirë po thotë janë dy çështje tjera që janë shumë më të rrezikshme për robën se sa këto që i cek, që ja prishin sinqeritetin dhe mund me aprish dinën e tij. Para hubbu rriase wa shuhra, dashuria për pushtet, për pozit, dhe e para edhe e dyta dashuria për njohje, me qenë i njohur tek njerëzit. Të dyja ja prishin sinqeritetin robit në zemër. Dashuria për pozit, nuk mundet me qenë njeriu i sinqert, nëse dëshira e tij e vetme është që me arrit deri te pushteti, me arrit deri te pozita e caktuar, me qenë i njoftën tek të tjerët.
Kjo e prish sinqeritetin e robit. E prish sinqeritetin dhe njetin dhe qëllimet e tij të dashur vëllezër besimtar. Për këtë arsye, njeriu duhet të ketë kujdes, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith: "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsi al-mar'i 'ala al-mali wash-sharafi li dinihi." Kur thot nuk bojnë dëm dy ujë të uritur kur i bin një kopeje, sa i bën dëm robit në ferën e tij dashuria për pushtet dhe dashuria për pasuri. Dashuria për pozit dhe dashuria për e tepruar për pasuri mund t'ja prishin njeriu dinin dhe ikhlasin dhe sinqeritetin më shumë se sa dy ujë të uritur të cilët i bin një kopeje deleve. Dy ujë të uritur, kur t'i bin kopeje së deleve e mbysin krejt e mbysin. Nga dëshira e madhe për të glabru, e nga dëshira e madhe për pozit, për me arrit njohjen të këtë tjerët, njeriu t'ja prish dinin e Zotit xhallahu ala, sinqeritetin, ikhlasin, ma shumë se sa dy ujë të uritur që i bin e kopeje. Sa që ka pas njerëz të cilët kanë bërë krimen e kohët e mëhershme të kulefave dhe të njerëzve të drejtë kohën e islame, sa që kanë bërë krime që më urrah shumë me kamxhik, në mënyrë që me dalë llafi tek populli, filani i ka qëndru që ka që kamxhikve. Domethënë, deri këtë drejtë ka arrit shejtani me e mashtru, sa që më bëj njohur, për çka më bëj njohur? Budallaki. Më bëj njohur për budallaki. Kaç kamxhiki ka qëndru filani. Ose dela i tjetëri han hitha. Domethënë, han hitha dhe del në televizion, edhe thot filani han hitha. Ai tjetëri del i zhveshur krejt, ai tjetëri del budallakia të ndryshme. Domethënë, deri në këtë drejtë, për me ardhur deri te njohja, për me pas një emër, për me shkruani një portal për to, ai bën gjëra të tilla të cilat ja prishin sinqeritetin, ja prishin normën, etikën, moralin, dinin e Zotit xhallashan. Për këtë muslimani duhet me pas kujdes nga dashuria për pushtet dhe nga dashuria për njohje, sepse këto e prishin robin dhe e prishin sinqeritetin. Për këtë Allahu azza wa jall thot: "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa." Ai që e ka tepruar dhe i ka dhënë përparësi kësaj dynjaje para ahiretit, fa inna al-jahima hiya al-ma'wa, jahannami do të jetë vendbanimi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, ai që ja ka frikën takimit me Zotin e tij, wa naha an-nafsa 'anil hawa, dhe e ka ndalë nefsin e tij nga havaja, nga epshi, nga egoja, nga dëshira për këto që i përmendëm, fa inna al-jannata hiya al-ma'wa, xheneti është vendbanimi i tij. Prandaj dashur vëllezër, sinqeriteti është shumë i rëndësishëm për jetën e muslimanit. Andaj neve me lejen e Allahut azza wa jall, edhe në dersin e radhës do shpjegojmë për këtë vepër të zemrës, në të cilën nëse ne rregullohen tërë punët tona, nëse na prishet sinqeriteti, njeti për Allahun azza wa jall, i kem prish të gjitha punët tona, duke lutur Allahun që të na fal neve dhe juve, të na bëj të sinqert në punët tona, na bëj për atyre njerëzve ku Allahu azza wa jall është i sinqert, na i mundson që të jemi të sinqert në punët tona, dhe na bën të mundur që të vdesim me sinqeritet, duke qenë Allah i kënaqur me neve. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.